Puna brenda burgut, mundësi për rehabilitim. Institucionet e Kosovës promovojnë programet e rehabilitimit dhe reintegrimit si koncepte të rëndësishme në luftimin e kriminalitetit. Në këtë kuadër, personat që kanë kryer vepra penale dënohen me burgim, ndërsa gjatë asaj kohe, institucionet kujdesen që ata të kenë një mundësi të re për jetë dhe reintegrim në shoqëri. Në 10 raste të ndryshme, gratë kanë përfunduar duke kryer vepra penale dhe aktualisht ndodhen në burgun e Lipjanit. Por, prapa mureve të burgut nuk ka vetëm qeli të mbyllura dhe vetmi. Gratë janë të angazhuara në programe të ndryshme që ofron burgu, të cilat u mundsojnë atyre të mësojnë profesione të reja gjatë vuajtjes së dënimit. Mbi baza të strukturuara, ato mësojnë rrobaçepsi, filigran dhe profesione të tjera të dobishme. Aktualisht në Kosovë, 26 gra janë në vuajtje të dënimit. Përveç programeve të shkollimit, ato ndjekin në baza ditore dhe aktivitete sportive dhe programe sociale. Qëllimi i këtyre programeve është rehabilitimi dhe risocializimi i grave, në mënyrë që ato të rikthehen në shoqëri me më shumë mundësi dhe mbështetje. Këto aktivitete synojnë gjithashtu që gratë pas daljes nga qendra korrektuese të mos bëhen prej grupeve ekstreme apo të rrezikshme. Ai është një hap drejt një jete më të sigurt për të gjithë.